Flasim për ambicet e larta. Mos u mjafto me pak, o vëlla. Në asnjë deg për degve, në asnjë lëmi për lëmive, as në temat e besimit, as në temat e njohjes së fesë, as në temat e shkollimit, as në temat e punës, as temën e zanatit, as në temën e tregtisë, e biznesit, mos u nal me pak. Mas i ke hi më një mejdan të punës, jepja hakun. Ani, bono dhe milioner s'prish punë, feja islame nuk të ndalon. Bono edhe miliarder s'prish punë, por mos haro obligimin që ki ka shpe Allah, mos haro xhamin, mos haro ibadetin. Wallahi o billahi, ka në Arabi miliardera, vi falën xhamin saf, i pari vjen xhami sabah, namaz sabahut. Mas sabahit nuk del për xhamie lexon Kur'an, mas në henes, mas jesos do të thon pjesën e vet Kur'anit del dilli, henes del për xhamie. Në pasunia ti se largoj për ibadetit. Si njerëz na kemi nevojë. Pse? Se është përgjegjësia jote, nëse Allah të ka dhënë inteligjencë, kapacitet ekonomik, që se kam unë për shembull si hoç, atëherë shfrytëzoj kapacitetin që ka dhënë Allahu për të pasunuar, s'prish punë. Kemë dhënë më shumë zekat nesër, kemë dhënë më shumë sadaka nesër, kemë ndihmuar më shumë islamit edhe muslimanëve nesër. E ki përgjegjësi nëse Allahu ta ka dhënë një aftësi, një shkallësi, e ki borxh edhe obligim me shfrytëzu maksimalisht.